Banorët e Rrjollit kanë dalur edhe ditën e sotme në protestë duke kundërshtuar punimet që paralizohen për ndërtimin e resortit, ndërsa nuk kanë munguar edhe për plasjet mes banorëve dhe policisë. Forcat e policisë ditën e sotme ishin pajisur me helmeta, maska, mburoje dhe gaz lotësjellës, ndërsa situata ishte mjaft e tensionuar. Banorët pretendojnë se investimi po bëhet në tokat e tyre, të cilën ju e kanë garabitur. I lutem prap Edi Ramës, tyre sajna, Belinda Ballukut, hiena zez, si sigut ajo, ose pantera zez, të tërhiqet nga to, sepse na janë në tetën tonë. Ju lutem prap, të tërhiqet nga toka jonë. Çuditën, nuk di ç'a bëhet këtu. Sot vim prap te toka tonë, janë policia thoshin na kriminella, thoshin na më të fundit të më të marrumit, e janë në tokë tonë. Na kanë kapë dhënë tonë, i tash nuk ka 5 minuta, 20-80 policia të tërhiq zvarr, thosha është kriminali më i madh. Ç'a bëhet këtu more? Ç'a bëhet në tokën tonë? Të largohen këta policë, ta lënë këtë popull qet dhe ta kalojnë në rrëvet pasqore. Djena kanë mujt prak mollën në burg. Dhe nuk i ka ra kurkush mbrapa me thonë menja se kanë quaj gomar në teqe. Prak molla nuk u ka pas kur i lek borç. Prak molla ka kanë punë vetë me protestuesit. Ndërsa disa persona janë ndaluar nga policia pasi dyshohet se kanë sulmuar disa mjete dhe punojës të firmës së ndërtimit.